Situata ishte me vështirë në bashkinë Vauides ku raportua për përmbytje banesash në njësitë administrative Bushat, Vauides dhe Hajmel, si Shakidalis nga shtati të përrojt e Glinës, rrezikon përmbytjen 1/3 territorit të qytetit. Për situatën foli kryebashkiaku i Vauides, Kristian Shkreli, ai theksoi se janë 100 shtëpi me prezencë uji dhe ka pasur dëme të shumta në bagti dhe shpend, por Shkreli tha se shpreson të mos rrezikohet jeta e njerëzve pasi situata është mjaft e rëndë. Kanë filluar në të gjitha njësitë administrative. Vaudesi është pak më problematik sepse proji Glinës ka dalë jashtë shtratit dhe po bën një përmbytje shumë të madhe në të gjithë qytetin e Vaudesit. Deri tani janë rreth 100 shtëpia që kanë prezencë ujit. Damet janë shumë të mëdha në bagti dhe në shpend dhe në blet, në kusheret e bletëve, por shpresojmë që të paktën mos rrezikojmë jetën e njerëzve sepse situata është mjaft e rëndë. Gjithë stafi i Bashkisë Vaudesit është në terren, është në përkrah njerëzve. Besoj që çdo gjë do shkojë mirë në evakuim, por shpresojmë që mos kemi nevojë për evakuim. Problemi kryesor është proji Glinës. Proji Glinës ka 5 vite që aplikojmë dhe faktikisht nuk e kemi fituar, nuk e di arsyen sepse, por shumë problemi i madh sepse me fondet e Bashkisë Vaudesit është pa mujtë në realizimin e këtij projektit. Çfarë ndërhyrje kërkohet konkretisht tek projekti Glinës? Kemi nevojë për fosha me gur, hapjen, pritat malore dhe asfaltimin e rrugëve për me forcu si tip diget që mos me lanë me thy, sepse po ta shikojmë maneja ka thy dhe rrugën dhe ka hyrë në banesa ujë. Gjendja në zonë vjen të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga të gjitha strukturat përkatëse.